vëllezër dhe miq të nderuar të televizionit Besa, ju dëshoj mirëseardhje në Prizren në Fokus, emisionin i cili gjithmonë trajton tema që kanë bëjnë me Prizrenin dhe vetë qytetarët e Prizrenit. Javën e kaluar shënuam disa ditë ku tema aktuale ishte organizimi apo aktivitetet të cilat kishin bëjnë me në një farë forme revitalizimin dhe dhënien e kushteve më të mira për personat me aftësi të kufizuara dhe për hir të saj, ne sonte do të bisedojmë me dy mysafir të cilët i kanë ftuar në studio. Është zonja Antigona Shestari nga organizata e personave me distrofi muskulore të Kosovës. Mirë se vini. Dhe një ashtu nga ESMA ndryshe, me neve është zotëri Valon Xhavali. Mirë se vini. ESMA ndryshe dhe OPDMK kanë filluar një bashkëpunim. A mund na thoni pak rreth asaj se çfarë ka të bëjë ky bashkëpunim dhe prej nga një organizatë e cila merret me persona me aftësi të kufizuar dhe një organizatë tjetër e qytetarisë civile u bën bashkë. Çfarë u bëri bashkë? Shumë shpesh kemi pas takime dhe debatet e përbashkëta ku është fol për shoqërinë asi përfshirë shoqëria komplete asi jo civile, por gjithë përfshirëse. Dhe që ty është lindë edhe ideja të bëjmë diçka asi në këtë drejtim. Na flasim gjithmonë për drejtat e personave me nevojat të veçanta, mirë po shumë pak janë sendet që zbatohen. ECI është stafi i cili është bëjagi shumë kreativ edhe shumë herë jemi përputh me mendime. Si edhe e kemi marrë një iniciativë, kemi punu bashkë, shumë shpesh bashkë, që tash konkret me një projekt ku jemi në partneritet me ta. Çfarë është konkretisht ky projekt? Jeta më e lehtë e personave me nevoja të veçanta. Dhe në këtë rast, Valon, ECI çfarë hapa ndërmerr për personat me nevoja të kufizuara apo të veçanta? Faleminderit s'pari për ftesën edhe për interesimin e këtyre aktiviteteve që po i përcjellni kohë e fundit. Isha ndërlidh pak me pyetjen paraprake. Prej nga OPMDK-ja me ECI-n bashkë. ECI që një kohë gjatë, saktësisht është viti i 5 që jemi të punu me projekt i cili tash është ndru edhe në program, e kemi thënë edhe ma heret, është programi Qyteti Gjithë Përfshirës. Njëjtën kohë është edhe projekt. Qyteti Gjithë Përfshirës ka të bëj me gjithë qytetin, me gjithë planifikimin, me gjitha kategoritë edhe komunitetet në qytetin e Prizrenit. Prandaj, në këtë kategori janë edhe personat me aftësi të kufizuara, ku çdo vit kemi realizu aktivitetet të ndryshme, gjithmonë të adresu nevojat, kërkesat dhe shqetësimet e kësaj kategorie, sepse e dim përveç edhe si kategori tjera, njëtën kohë edhe personat me aftësi të kufizuara janë planën anash, prej institucioneve lokale dhe qendrore nuk kanë shumë vëmendje dhe kujdes. Prandaj, vitin e fundit, saktësisht këtë vit 2016, kemi pas mundësinë që të aplikojmë me një projekt i cili është financuar nga USAID dhe mbikëqyrët nga ATRC dhe implementohet nga ESMA ndryshe dhe OPMDK, ku gjatë një vitit kemi pas shumë aktivitete, po kemi pas aktivitete ma konkrete edhe ma të veçanta vetëm për këtë kategori. Në këtë rast pra ju javët që shkuan ishte një seri performansash ndërmjet ECI-t dhe OPDMK-s, ku kishte aktivitete cilat ndoshta do t'i numërojmë një nga një, pse mbetin kështu në fund të vitit të ndodhin gjitha këto? Apo ndoshta janë më të propaganduara? Kjo është sipas planit dinamik që është projektit, sepse projekti përfundon në vitin e ardhshëm, do thotë në shkurt të vitit 2017. Nëse i kthehemi, i kemi edhe publike, gjitha kanë qenë planifikuar, çdo muaj kemi pas aktivitet. Kur po them çdo muaj është secilin e kemi kriju një metodologji ku për çdo aktivitet në fund kemi dalë me produkt konkret i cili ka qenë rekomandues
për institucionet lokale dhe qendrore, po sidomos për lokalet, fokusi ka qenë në institucionet lokale. Metodologjia ka qenë kjo. Kemi shku punëtori. Do të thotë, kur po thon punëtori, kemi marrë një takim prej dikur mëngjes deri në masditë. Do të thotë disa orë, i udhëheqëm prej ekspertëve të asaj fushës, ka pas tema të ndryshme, si për shembull trotuarët, ose trotuare për të gjithë, hapësina publike për të gjithë, shkolla model, hapësina gjelbruese për të gjithë. Më shumë gjelbrim për zonën urbane të Prizrenit. Tash titujt kanë mund ndoshta mund ndryshuar edhe për mediave, po këto kanë qenë, do të thotë kemi shku punëtori. Kërkesat që kanë dalë prej asaj punëtorie, do të thotë është diskutuar me metodat që vetë eksperti kanë parashikuar. Mas një kohë, ekspertë asaj fushës, gjitha këto kërkesat, shqetësimet që i kanë pas kjo kategori, edhe njëtën kohë i kanë marrë edhe rekomandimet, sugjerimet prej këtyne, se ma mirë se me punu me këta, ma mirë se vetë personi ma aftësi kufizuar që i din me ta kërkut për çka ka nevojë, nuk mundet dikush tjetër prej zyrës me punu. Për atë arsye na kemi shkuar me këtë çështje tjetër. Direkt kemi punuar me këta, sepse këta janë ata që na interpretojnë neve kërkesën. Në këtë rast, ndoshta do të mbeteni aty, të kthehemi porë te Antigona, pastaj përsëri vazhdojmë bisedën. Në këtë rast, çfarë kërkon një person me aftësi kufizuara, pse i nevojitet gjelbrim, më shumë gjelbrim, kur e dim që ndoshta është ky një problem i gjithëpërfshirshëm, po tani a ka të bëj edhe organizata juaj në kuadër të ECI në këtë rast dhe organizata të tjera të cilat kërkojnë më shumë gjelbrim, pra a jeni edhe ju brenda kësaj iniciative, edhe pse edhe ju duhet jeni brenda saj? Nëse flasim për një shoqëri e shëndosha, atëherë duhet me qenë edhe pjesëmarrësi personi me nevoja të veçanta, duhet me qenë edhe moshuari edhe fëmija aty. Po në këtë rast, personi me aftësi kufizuara çfarë prioritet ka për hapësirat e gjelbruara? Qysh se ka, nas kemi një park ku mundet ai mu qas, për shembull janë do barriera me trotuare të nelta, janë si gurzet diku apo vendi ku don mu bashkangjit popullit thjesht edhe me pas një gjysmë ore relaxit edhe ai në karrocë, do me thënë mos munda prej tjerve, neve na duhen që kësi parqe. Pra, Valen, mund vazhdoj me bisedën, është interesant që ndoshta për personat me aftësi të kufizuara gjithmonë ne kufizohemi duke menduar se aty ne nevojitet vetëm një karrocë dhe dikush që mund t'i ndihmoj. Këtë rast kërkojnë edhe zonë të gjelbruar. Pikërisht është ato që tha dhe Antigona. Ndoshta nuk na kish shkuar ndërmend pasi që përmendet që për atyre feedbacku kur vjen. Nuk është vetëm për këtë kategori, edhe na jemi kundër kësajna sepse na po thojmë për një shoqëri gjithëpërfshirëse. Do thotë nuk ka nevojë me bë kategorizime, është person me nevojë aftësi kufizuar apo jo. Gjithë shoqënia ka nevojë për gjitha ato që i kemi realizuar deri tash si aktivitete, po edhe viteve të kaluara që i kemi thonë që po do t'i përsërisim në njëjtën kohë. Për hapësinë gjelbruese, pra në këtë rast flasim rreth kësaj. Personat me aftësi të kufizuara janë të njëjtë me drejta të barabarta si të gjithë të tjerë. Edhe ata, çuçi e tha edhe Antigona, ka nevojë për një park, ka nevojë për një ulse, ka nevojë për një hapësinë gjelbruese ku mundet mu bashkangjit edhe me kalu një kohë tjetër. Na e dim që dy sheshat që i kemi këtu, kohëve fundit e që janë punu, prapë janë punu pa një koordinim, pa një gjithëpërfshirje. Do të thotë, nuk ka pas grupet, konsultunet ndryshme për me kriju një dishka. A i bje kjo që sheshi nuk është i përshtatshëm për persona me aftësi të kufizuara? Jo vetëm për arsye për këtë kategori, nuk është i përshtatshëm për asnjë, as për mua, as për ty, që nuk jemi persona për shembull, çfarë mund të kenë? Për monën me një karrocë me një fëmijë të vogël, si ajo nuk është e përshtatshme. Janë do barriera që pengojnë, edhe që munden me qenë shumë të rrezikshme, edhe për nonën edhe për fëmijën. Edhe për moshuarin, edhe për personin me nevoja të veçanta. A ka të bëj kjo për kaldërimit me hapësira që është... Është kaldërim me hapësira, është
ulësja, është ndriçimi, mungon do thot një lesë pak për më ullë nëse Më fresku, po në një strehim prej shigrit. do thotë për atë arsye edhe hapësinat nëse e analizon janë shumë pak të shfrytëzueshme gjatë shumicës kohës, sepse pikërisht për këtë pse nuk janë konsultuar. Po nuk është vetëm hapësina se kjo është aktiviteti i fundit që është bë javën e kaluar, po ka aktivitete të tjera. Një problem është ku personat me aftësi të kufizuar janë të izoluar, janë në geto. Nuk ka çësje. Një person me karrocë, nëse do me dalë prej shtëpisë deri në qytet, e ka shumë pamundur. Na për këto e kemi listu, e kemi bërë edhe hartën e barierave. Është produkt ku i kemi analizuar institucionet kryesore publike në këtë qendër në zonën historike dhe i kemi identifikuar pengesat për këta persona, jo vetëm me karroca, po edhe kategoritë të tjera. Do të thotë, këtë produkt na do ta dorëzojmë javën e ardhshme te institucionet. Do të thotë edhe presim që institucionet me ndërmarrë hapa konkret për me të kriju qasje një personit. Për përmendin ndoshta një rast konkret ku një person me karrocë do me kryu një shërbim në bankë, nuk për përmendim bankën, nuk ka qasje. Do të thotë duhet një procedurë nëse kryhet për 5 minuta, këta do ta kanë me kry për 15-20 minuta sepse një zyrtar i një asaj banke duhet del jashtë hymrana, del jashtë desat i kryen gjitha procedurat me këtë person. Në rrugë. Do të thotë kjo është përgjegjësia e institucioneve. Dhe na kemi fat që të kohë e mirë. Mos vjesh. Mande e kemi tjetër shkolla një aktivitet që e kemi pas, e kemi realizuar, ka përfunduar, ndoshta e keni pa është edhe video, është shkolla model. Po. Do të thotë ne kemi qujtë shkolla model ku kemi thonë, po ne nuk kemi thonë, na kanë thonë vetë personat kanë tregu që janë diskriminuar. Janë detyruar me ndërprer shkollimin sepse nuk kanë qasje. Do thotë vetëm për shkak të qasjes. Vetëm për shkak të qasjes nuk shkon në shkollë, kanë ndërprer shkollimin. Do të thonë prapësisht këto janë institucionet lokale ku janë përgjegjëse që duhet mi kriju kushte. Mirë, këtë rast Antigona unë sa kam dëgjuar, persona ka edhe shumë prej tyre të cilët nuk dolin fare nga shtëpia. A mund të jetë arsye ndoshta edhe vetë qasja në bash që kjo. Do me thënë, nuk janë sigurt në rrugë, nuk kanë mbështetjen as familjes, se familja lodhet një ditë, edhe nuk munden me pas mbështetjen 24 orë, se personi i gjallë është tu kujdes për personin cili rritet për ditë edhe dhe mundet shumë ma pak për ditë. Atëre, derisa nuk i kemi institucione që i ndihmojnë në këtë qasje, edhe për kujdesin, edhe për shëndetin, edhe për shkollimin, edhe për qasjen gjithka, qasja kur thojmë nuk është qasja veç në infrastruktur, por është edhe në dokument, edhe në shkollim, edhe i kemi shumë kategori, atëre aty janë edhe verbër, edhe shurtër, do me thënë për krejt që këta, du të mendojnë pak ma thellë. Do me thënë qasja nuk është veç një trotuar i naltë. Por qasja është edhe për verbrin alfabeti që e kanë, ata e kanë alfabetin edhe na duhet të respektojmë që ato. Apo shenja si gjuha e shenjave, edhe ato duhet të respektojmë. Do me thënë, veç njeriu flet me gjuhën tjetër, mirë po nuk kemi kuptim të institucione shumë pak është punu, edhe ata dakordon me ne shumë shpesh që kjo që është asi absurd, mirë po nuk po punohet shumë në këtë drejtim. Ndoshta kthehemi tek institucionet më vonë, në këtë rast mund mbesim pak tek parku i qytetit, të revitalizohet, të rekreacioni e të gjitha kategorive të shoqërisë, pra ishte një raport dhe performancë publike. Kjo ka qenë është njëjta metodologji, po është tema tjetër. Pra parku i qytetit për të gjithë. Është parku i qytetit. Na e dim që parku i qytetit në këtë kohë, në këtë moment është në gjendje katastrofë, nuk funksionon asgjë aty. A mendoni vetëm nuk janë krijuar kushtet për kategori me aftësi të veçanta apo për gjithë? Për momentin parku nuk ofron kushte për asnjë person, sepse është jashtë. Po ne kemi gjithmonë prapë kemi kemi pas fokus pak më shumë personat me aftësi të kufizuar, po jo vetëm, sepse këtu kanë qenë pjesë e punëtorisë edhe pensionerët, sepse edhe ata konsiderojnë veten si persona me aftësi të kufizuar, sepse edhe ata nuk po kanë qasje shumë gjëra. Domethënë edhe ai po thotë edhe unë jam i kufizuar. Kemi analizu, për shembull, kemi marrë prej qendrës
në me shku deri në park. Edhe në gjithë i kemi identifiku pengesat, edhe kanë dalë pengesa shumë edhe të lloj-llojshme. Do thotë, edhe kjo është një deri te parku, madje vetë parku është pengesa dhe vetë parku është jo i shfrytzueshëm dhe jo i çastshëm. Atëherë ne kemi dalë me rekomandime konkrete, çka duhet më përmirësu edhe çush më përmirësu. Edhe kjo është një lloj, themi, edhe avokim, edhe kërkesë, edhe reagim, edhe protest, çdo që e quajmë, i qesim emrin, ajo është bo. Na, ta shpresim për komundes, asnjëherë nuk kemi thonë edhe nuk mendojmë me thonë njëherë që kjo është zgjidhja më e mirë e mundshme. Përfundimtare. Na kemi thonë, kjo është një mënyrë, Një variant. një mundësi, një propozimi joni, urnoni, merrni, nëse ju hyn punë, shfrytëzoni, nëse jo, përcjellni të paktën hapat metodologjinë e punës që kemi bërë. Jemi të gatshëm prapë me kontribu në mënyrë vullnetare për çaq mundësi kapacitete sa kemi si organizata, si shoqëri civile, po kjo është edhe një reagim. Do thotë kemi një park qytetit i cili që në sa kohë nuk shfrytëzohet sepse nuk ofron kushte, po plus kushteve çështjes ka probleme edhe me komuna, me kompaninë që e ka që e mirë mbane ku diun ato gjë. Domethënë, është një kohë shumë e gjatë, mos të kapemi tash për sakt, po diku 2016 ka shku parku është jo i shfrytzueshëm. Pra ka shku drejt degradimit. Edhe kej këtu i qytetit gjithashtu. Do thotë kjo është një aktivitet tjetër, nëse himi rendit që i kemi bërë, do thotë është parku, është hapësinat publike këtu, janë trotuarët mandej. Do të kthehemi te trotuar vetëm rreth parkut të qytetit. Antigona nuk është pak larg për persona që nuk kanë mundësi të ecin, pra janë të kufizuar të arrijnë deri në park atje. A nuk kanë alternativa tjera? Mos është pak rënd për ata të çosen? Na kemi pas edhe temën e transportit publik. Mirë po shumë sendet janë për mu ndreq, pak mundësi janë, edhe nuk di çka muj me thonë, deri në parku mundet me mbri personi me karrocë elektrike, edhe shumë ma lehtë se personi i cili ka karrocën thjesht. Ai që ka karrocën thjesht duhet me pas përcjellësin, patjetër. Përndryshe nuk mundet vetë me mbri deri atje se është lodhja për to. Mirë, po nëse është infrastruktura e duhur si duhet me standarde, jo veç për karrocën, edhe për ne ka me qenë shumë ma lehtë, atëre mundet me mbri edhe deri atë. Ai llogarit sa kohë i duhet, e planifikon, e bën ato për vete dhe për shëndetin. Në të rast, të vazhdojmë pikërisht aty ku e lëm për trotuarët, pra kërkojmë trotuare për të gjithë. Ka qenë një aktivitet i cili kishte pamjesh të lloj-llojshme, mund na thoni pak rreth saj. Disa ishin pak më shqetësuese, disa ngjitsa, kështu me radhë, para lajmërime. Trotuari për të gjithë është prap aktivitet cilin e kemi realizuar më herët. Ka ardhur prap si lloj shqetësimi i jon, sepse disa persona që i kanë mundësitë që janë më afër qendrës, disa që i kanë kushtet, tash kur po them kushtet po aludojnë në karrocat elektrike që ka mundësi pak më shpesh edhe më lehtë se disa persona të tjerë në anë qytet, edhe këtë prapë ka pengesë. Sepse nëse ai don ose ajo don me dal prej shtëpisë deri në qytet, ka me hasë në shumë pengesa. Trotuar nuk ka pjerrina. Ai nuk ose ajo nuk mundet me hyp në trotuar. Nëse hyp në trotuar me ndihmën e dikujt, asistentën e dikujt, ka me pas pengesa prej makinave, me një. Ka më kënë trotuari i blokun. Prej uzurpuar nga makinat. Qoftë ato prej mëngjesit dhe mbrëmje, qoftë përkohësisht. Prej shitësve, prej mbeturinave, prej jo mirëmbajtjes, do më thonë damtimeve infrastruktura. Do më thonë ka pengesat ndryshme ku ja pamundësojnë edhe ja vështërsojnë qasjen edhe lëvizjen e lirë. Për atë arsye, ai ose ajo person do të izolohet dhe nuk do të delë prej shtëpisë. Do thotë, reagimi joni ka qenë, sepse ka raste, karroca me elektrik nuk mundet me ecë nëpër trotuar, detyrohet me dalë në rrugë kryesore, ku edhe njëherë më shumë rrezikohet jeta prej vozitësve, jo të ndogjeshëm, cilët
i mshojnë buris, i afrohen, e shumë gjona tjera, reagime që mundin me bo. Do të thëtë, kjo ke një aktivitet simbolik, ku na i morëm disa karroca dhe e bllokum një pjesë të shiritit një anë. Në fillim e kemi diskutu, apo dalim edhe vetë na, domethënë personat me qenë aty në për karroca, po mendum që prap jemi të rrezikun nëse na jemi aty, edhe vendosëm që vetëm karrocat e zbrasta mi vendos në rrugë. Domethënë kjo ke edhe një shqetësim, po për fat mirë policia e Kosovës në këtë rast e Prizrenit këtu, dul pas 2-3 ditë një farë reagimi e bëj, i shpërndajti disa dënime, po nëse e shishtojmë, prap ndodhe njëta gjë, prap janë trotuaret bllokune, edhe përgjithësinë fajin e hudhëm të një tjetrin. Veç më ndërlidhe pak, thatë nëse parku, apo ju duket që parku është larg për disa kategori. Ne nëse mendojmë kështu dhe nëse veprojmë, na po bëjmë diskriminim. Parku sa mundet më konë për dikën larg, mundet më konë shumë afër. Po them, nëse trotuari është me gjitha standardet, nuk ka pengesa. Një person me karrocë elektrike nuk ka problem me shku me hec me disa kilometra në për qytet. Nëse transporti publik, ku prap kemi bo një fushat avokim, kemi bo hartën e qytetit, linjave të autobusit urban, me pika, stacionet, kemi qitë, se për fat mirë, autobusat e kishin pjerinën, po nuk ka pas në shenjë që dihet që e ka pjerinën. Do të ne kemi identifikuar me disa stikera, kemi njoftu që kjo autobus ka pjerinë, edhe një person mundet, po autobusi ka, po autobusi nuk ka trotuar, në cilin mundet pastaj të mbështetet. Do thonë pjesë tjera. Edhe për çfarë arsye atë ka nevojë infrastrukturë për këtë çështje. Për këtë kategori. Do thotë nuk është vetëm një fushë ose vetëm një linjë ose vetëm një rrugë ose një problem. Domethënë është zinxhir, janë shumë probleme të ndryshme që ndërlidhen. Edhe që ja po mundsojnë çastin dhe lëvizjen e lirë, ku e këshyem anën tjetër nëse një organizat mundet me bëhet gjona konkrete që ja lehtëson lëvizjen, llogaritni komuna ose drejtoria ose një ministri çka mundet me bë tjetër. Ne nuk kemi ndalë vetëm në aktivitete simbolike, punëtori dhe performanca, në njëjtën kohë kemi bë edhe kemi prodhu materiale udhëzuese, manuale, ku edhe kemi paraqit gjendjen çysh është, po kemi dhënë edhe rekomandime se si duhet. Fundi muajit dhjetor edhe janari e shkurtit do të jenë pjesë më shumë avokim tek institucionet lokale, po edhe qendrore, që këto dokumente, këto manuale udhëzues me mujt mi bë rregullore të punës, sidomos kuvendi komunal, ku ajo rregullore tregon se si duhet çdo hap të ndjeket për mu kriju një ligj, një nen ose një dokument në të ardhmen. Të paktën nëse deri tash kemi punu, po them, keq me standarde dopta, tash të jetë paktën ta marrim një vendim që tash të jetë fillojnë. Mirë, ne sigurisht dhe do të kthehemi përsëri në hartën e transportit urban, po i lutem. Ato që ka deshta me thonë që duhet të si çdo problem mu trajtu jo parcial. Po, në këtë rast, na i trajtojmë probleme veç parcial. Do me thënë, veç këtë pjesë e regulojmë pjesën e 2 të 3 e lejmë anësh. A kemi në shemë për shemë? Atere, dirisa nuk i kemi krejt pjesë e mozaikut, na nuk mundemi me bo kurgjë prej fotografisë. Edhe që kjo është e njëjtë, do me thënë duhet me trajtu problemin bashkë ashtu, me pjesë mozaikut, ti qesim krejtën tavolin, edhe të punojmë që ashtu që shduhet. A i tha, si Valoni tha që janë bo gabime, janë bo sepse s'kan ditë, sepse s'kan pas mundësi, sepse shumë janë arsye ndoshta, mirë për nuk të miremi me ato, e që të miremi për qëtashit me punën si duhet. Që këtë desh të ta vesh me shembull konkret nëse dënë, për shembull ku nuk ka pas gjithë përfshirje, është kemi në Shadërvan, kej poshtë Lumbardi, ku është punu, është investu, është punu me taksat e qytetarëve. Edhe në fund, ajo hapsin, ai shesh nuk shfrytëzohet prej askuj, sepse nuk i plotson
kushtet për mu shfrytzu. Pse nuk mundet mu shfrytzu për persona aftësit kufizune? Sepse Nuk kanë qasë. nuk kanë qasje, nuk e kanë parashiku. E kanë bo Pjerina. E kanë bo mandej kur është Qështë e kanë bo? Pa standarde. do më pa Me pa rrezik. standarde dhe e kanë bo në fund. Do thotë ajo Pjerin tash edhe pse mundu me bo, ajo nuk përdoret, nuk shfrytzohet sepse aty njëri mundet të ndikon pa të thonë një herë, njëri nëse don dikush me bo vetvrasje, le të hyjë në karrocë, edhe le shohet në atë Pjerin, edhe shkon drejt në lum. Do thotë që kjo është shembull jo i mirë ku nuk ka gjithë përfshirje, nuk ka konsultim para prak, as nuk punohet me disa grupe. Tash na jemi të ngrit zonën, tu thonë, mundësisht sa më shumë konsultoni gjitha grupet, jo vetëm personat me aftësitë kufizune. Duhet me pas parasysh bizneset, duhet me pas parasysh sektorin e kulturës, sektori ambientalista, pensionerët, domethënë gjithkush i ka nevojat, kërkesat e veta. Sikur të ishin konsultu për shembull një shoqat e ambientalistave, me singuri ata i kanë pas kërkesat e tyre dhe rekomandimet se si kish mujt ajo hapësinë më mbush pak me gjelbrim. Dhe kish mujt më shfrytzu sezonën e verës, se sezonën e verës nuk shfrytëzohet. Sikur të kishin pyet pak bizneset. Edhe bizneset kishin dhënë një rekomandim ku kishin mujt me shfrytzu dhe i shkon më i përdorshëm ai vend. Jo si tash qysh. Domthonë kjo është një shembull, po ka plot shembull të tillë nëse këshyrim në përqytet. Mirë, këtë rast deshet shtoni rreth kësaj? Jo, Jo, kurse veç asi Pjerina është bo edhe është dediku për personin me nevojat të veçanta cila fare nuk mundet mu përdor. E që kësi gabimin nuk duhet të kalojnë. Nuk duhet të kalojnë të institucioni se është turp, duhet mu konsultu me grupin cila. Ma mirë është me pas 3-4 punëtori, mirë po, ta kesh si rekomandimet për grupeve caktuara edhe hin punë qatere. Po më duket që është investimi kot. Jo, nuk po më duket, po është investimi kot. Është investimi kot. Unë nuk du me hin detaje. Mirë po, nëse lëshohet një personi edhe me përcjellës, bashkë me përcjellësin kalon të qaj rrethit që aty poshtë, sepse nuk ka asë mbrojtje anash. Leqi është shumë e pjertë. Tepër e pjertë, nuk është e përballush mas për veturën, jo më për karrocën, të lutem. Mirë, ndoshta mund të shfrytëzohet, kjo është sarkazëm nga fëmijët gjatë dimrit, nëse ngrihet ajo pjesë për të rrshitur. Ne të kthehemi tek harta e transportit urban, çfarë mund të na thuani rreth saj pas ju përmend më herët? Po, harta e transportit urban është prap aktiviteti i cili është në kuadër të projektit Prizreni një qytet pa pengesa, i cili financohet prej USAID-it, ATRC-s, po të njëjtën kohë është pjesërisht mbulohet edhe prej donatorëve tjerë si suedez, sepse gjithmonë mundohemi i koordinojmë aktivitetet i bëjmë bashkë për me bo sa më mirë. Me ato kemi pa që gjithë qytetarët e kanë një huti. Ekziston transporti, po nuk ka një linjë orar, gjithmonë jënë kështu... Nuk ka itinerar. Itinerar, është po vjen në ora 12, vjen çdo gjysore, çdo një orë, nuk ka stacion konkret, pikë konkrete, atëherë e cmëndryshe dhe po më dhe kë, kemi dalë në teren, një punë kemi bo diku rreth 2 muaj, bashkërisht me kompaninë që e menaxhon transportin publik në Prizren urban, edhe kemi ardhur në punën finale, ku sot çdo autobus e cila linjë e ka orarin e vet, i ka pikat ndalesat stacionin, është harta e gjithë qytetit Prizrenit. Në atë hartë jemi mundu jo vetëm me qenë e hartë e stacionit urban, po nuk e kemi haru, sepse masi veç mirëme me trashëgimi kulturore, kemi fut pak edhe promovim trashëgimis kulturore, ku anash e kemi thonë edhe disa objekte kryesore ku kalon linja autobusit. Njëjtën kohë, e përmenda edhe ma heret, kemi qitë disa shenja informuese, ku autobusi posedon pjerin për personat me aftësitë kufizune për karrocë. Kemi qitë shenja informuese brenda autobusit, ndoshta për disa qytetarë, se për fat mirë shumica janë ndërgjegjshëm dhe disu, po ka edhe për aty në lloj. Kemi menduar edhe për atë kategori që janë më pak ndërgjegjshëm, ku kemi thonë që kjo përparësi, kjo pjesë duhet i takon karrocës për fëmijë, prindve me karrocë, edhe po mendojmë që nuk po them që kemi arritur ose kemi bo, po të paktën e kemi ngritë si shqetësim
edhe ndoshta institucioneve i ka rënë syje në vesh ky shqetësimi joni, ndoshta ata tash le të miren me hapin tjetër ma tutje. Mirë, në këtë rast, Antigona, sa është me rëndësi transporti publik për persona me aftësi të kufizuara? Shumë është me rëndësi. Shumë është me rëndësi. Taksi, ekzistojnë taksista, mirë, për shumë shpesh antarë tonë janë hasën në probleme. Atëre kur ai nuk i ka asistencën personale gjithë dikush për i familjar, mundet me vendosë në ulsën e taksi, atëre ato duhet me bë taksisti, si mbas do parimeve njerëzore, jo që ka obligim. Mirë po, shumë shpesh kemi hasë në probleme që taksist ka ikë, edhe se ka bo këtë vepër, edhe ka mbet personi që aty ku ka mbet. Për ndryshe, dërisa ekziston transporti publik, cili duhet me qenë i mbrojtur prej shtetit, që kësi gjana nuk ndodhen. Do me thënë, vjen, pret autobusin, hin në autobus me ndihmën apo pa ndihmën e dikujt, varet qysh kush çka mundet, dhe e përdor çatë drejtën si ne të gjithë që. Ndoshta në taksi duhet t'i palohet karroca, t'i futet në gepek, prap t'i hapet, kurse në transport publik mund të hyjë me karrocë, por nuk ka nevojë të montohet përsëri karroca. Në taksi s'pari duhet ai mu vendosën në ulse, mu palu karroca, edhe mu vendos karroca në gepek. Që kjo është puna e taksistit nëse ai nuk i ka dikën minimum. Shumë shpesh po ndodh që s'ka kush minimum. Që kjo është jeta 24 orë me ballafaqimet e tyre. Edhe ndonjëherë duhet me pas kuptim, mirë po ti i lodhon si taksist edhe ti s'don me pas kuptim se ti ki për detyrë veç me pru pasagjerin prej pikës A deri në pikën B. Edhe nuk do në mu marë me që kësi sende. Populli ënë është lodhë pak, është lodhë me shumë sende, se na po jetojmë qysh jetojmë, nuk po du me bo gjithka dzezë, mirë po me të vërtet e kemi një jetë asi shumë dinamike ku është veç lufta për jetën pyetje, jo gjithka, për mbijetis. Edhe shumë pak kemi njëni për tjetrin kuptim. Nuk po mundeni me paragjoku taksistin, cili është lodh edhe është i këti punën që ashtu që shke kërën. Pra kërkoni më tepër konsiderat nga çdo kush. Mirë po, qoftë edhe nga taksisti për jetën kohë. Kushdo që është. Kuptimin e kemi shumë pak njerëzor. Mirë, Valon, të kthehemi tek parkingjet të cilët i keni quajtur ndoshta kaotike. Pra një prizren me parkingje, me shumë parkingje, çfarë është shqetësuese në këtë rast? Apo sa është shqetësuese, pasi e dim që është shqetësuese? Na kishim thonë që është ndoshta shumë shqetësuese. Pra kemi titulluar Shadovar Parking. Shadovar Parking dhe kemi thonë që është parking pa pagesë, sepse edhe po përdoret si parking pa pagesë, derisa në për parkinget tjera duhet me pagu, është me pagesë, Shadovani është pa pagesë, edhe shumë shpesh ndodh që edhe jemi në rrezik prej veturave që shëtisen në Shadovan. Me këto jemi mundu me tregu dhe me një mënyrë me reagu, si institucionet nuk janë edhe shumë të vëmendshme, nuk janë edhe shumë kujdesshme, se një pithemi shesh, sepse është shesh, është shëtitore, që duhet i takon besoj ma shumë qytetarëve se makinave. Apo fare makinave mund të themi ndoshta? E shumë herë ndodhe kundërta, po them, tu fillu prej makinave, prej personave të cilët banojnë në këtë zonë, po shumë herë edhe prej makinave të kategorisë rënd, këto kamionat e këto që punojnë, sepse e dim në Kala dhe Kala punohet shumë. Me këto jemi mundu edhe njëherë me reagu edhe me kërku prej institucioneve që të veprojnë sa ma shpejt, sa ma urgjent, të ndërprejnë, ta rishikojnë procesin e dhënies pëlqimeve lejeve për hyrje daljet në makinë, në këtë zonë. Atë ditë që kemi bërë na është ku kemi dhënë disa statistika rreth parkingjeve, ku ndër to ka pas edhe statistikat llojet që një shtëpi me vlerë është rënu
shëndru në parking. Edhe ne gjithmonë me leje, me pëlqim për institucioneve, ne e kemi bërë këto, kemi marrë leje për 2 orë për me shfrytëzu atë zonë si parking, edhe i kemi ftu qytetarët që let vjen me makinën e vetë dhe let parkohet. Po një diçka ndoshta që ja vlen më përmend është që, po them, për fat mirë ndoshta ka shumë si qytetarë ndërgjetshëm, edhe pse i kemi tregu që është një aktivitet, edhe pse i kemi tregu që kemi pëlqim, është e lejuar. Është e lejuar, prap ka hezitu, tu thonë valla jo kur nuk e kam mbone, nuk kum hi edhe dyqysh, andin po më duket interesant me hi tash me vetur me parku aty. Do thotë ka pas kuptim që të çosen me makinë në. Po them për fat keq, është një kategori këtyne njerëzve që futen, hyjnë, dalin lirshëm aty. Edhe kjo po ka qenë një aktivitet i organizatës Ecma Ndryshe dhe PMDK ku kemi reaguar në këtë formë, sepse po them si qytetar i Prizrenit, edhe personi me aftësi të kufizuara, edhe pensioneri, edhe njeri, edhe nanat me fëmijë janë të rrezikuar në sheshin Shadrvën, po jo vetëm sheshin Shadrvën, edhe në për rrugë tjera, në për trotuare. Në për hulumtimet që i kemi bë, secilin vit është në top 5 e problemeve janë uzurpimi i parkingëve prej secilës kategori. Si vendon uzurpimi i parkingëve? Uzurpimi do të thonë bllokimi, se ne mendojmë që është uzurpim nëse dikush e parkon veturën në trotuar. Pra uzurpimi i trotuarëve mendoni? Edhe prej kategorisë grave, në këtë rast nanave, është shqetësim shumë me prioritet, prej pensionerëve është shumë me prioritet, prej personave me aftësi kufizuare, prapë është pengesë me prioritet, domethënë është në top 5 ose 3 uzurpimi i hapësinave publikave, në këtë rast i trotuar. Jo, ekzistojnë edhe parkingjet speciale për personin me nevoja të veçanta, që shumë shpesh janë zërtuar bashkë për personave tjerë. Por mendojnë aty ku ekziston edhe shenja që aty ku ekziston shenja, do me thënë kërkush se respekton shenjen, apo është ndodhur te shtëpia e bardhë që e kanë heq shenjen e parkingut, shenjen për personave me nevoja të veçanta e kanë heq komplet shenjen edhe nuk ekziston më. Ato deshta me thonë që ka shumë pak hapësinë që i lejohet, që i takon ligjërisht kësaj kategorie, sidomos në themi në për disa institucione ose qendra tregtare, institucionet publike, po edhe private, disa institucionet që janë më të mëdha, duhet me pas 1, 2, 3 parkinge që i takon një kategorisë të veçantë. Shumica e këtyre institucioneve nuk i ka hapësina speciale për këtë, po edhe ata pak institucione që i kanë, ata abuzojnë, nuk respektohen prej kategorisë komunitetit tjetër. Në këtë rast do të flasim pak rreth udhëzimit administrativ për kushtet teknike të objekteve ndërtimore për qasjen e personave me aftësi të kufizuara. Ndërtimtari. Kjo është më herët që e thash përveç këtyre aktiviteteve, punëtorive, performancave publike artistike, këtë anën më akademike, për them, edhe avokim, hulumtim që kemi bë, janë disa dokumente, njëri prej tyre është edhe ky udhëzim administrativ, po realisht udhëzimi administrativ ekziston edhe është një përgatitur prej Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, por na çka kemi bë bashkëpunim edhe me pëlqim të ministrisë në këtë rast, e kemi dizajnuar dhe kemi bërë një format që është pak më i shfrytëzueshëm, që mundet më majt edhe në xhep, edhe e kemi shpërndar në për institucione, kemi shpërndar në për kompani ndërtuese dhe në për byro projektuese. Edhe kemi kërku që ta kenë parasysh, le ta lënë në tavolinë këtë dokument. Gjatë projektit të ndërtuesave. Gjatë hartimit projektit, le t'i kenë parasysh edhe këto, sepse edhe ligjërisht i takon. Në këtë rast, jo që po kërkon Ecma Ndryshe ose PMDK ose një organizatë tjetër, po kërkon domethënë ligji mi plotsu disa kritere për një ndërtim kur të bëhet. E na e dim që çush e kemi gjendjen e objekteve që janë ndërtuar tash, që janë të ndërtuar,
si ato private, si ato publike. Këto e tregojnë shumë më mirë, po them edhe video incizimi që ne kemi bë për shkolla model, po edhe tjetër që kemi qujtë në Prizreni për të gjithë, do të thotë se si nxënësat për neve është shumë me rëndësi edhe shumë nëse këshirem edhe hanën humane, është shumë emocionale dhe prekshme ku qysh një fëmis i cenohet e drejta e shkollimit. Vetëm pse nuk i krijohet qasje. Ku ka shembuj të ndryshëm, rekomandime të ndryshme qysh prej organizatave tona që jepen, po nëse hiç mos i marrin parasysh rekomandimet e organizatave, kanë vetë ky dokument udhëzimi administrativ që i thotë. Do thotë këtë puna jonë u konë, e kemi marrë, e kemi dizajnu në një format më të vogël, edhe e kemi shpërnda, edhe gjithmonë kërkojmë sa më shumë që i letë shikohet ky dokument. Kur është fjala për fëmijë me nevoja të veçanta, asi shumë shpesh kërkuesi ka thonë s'mundem me shku në shkollë. Po i përkrohin me fjalë, po mirë, po shumë shpesh po hasemi të prind, cili i ka frigën, se është ndodhë, jo pak herë, për shumë shpesh herë është ndodhë që fëmija është lëndu në shkollë ku është qasja ma e vështirë, apo s'është fare, qasja nuk është fare e përshtatshme për fëmijën. Por nuk ka qasje fare? Nuk flasim na veç për shkallë, kur flasim për qasja, nuk flasim veç për shkallë. Qasja duhet me qenë edhe toaleti i përshtatshëm, edhe banka e përshtatshme. Okej, aje ka karocën ku e përdor, nuk i vjen kariga. Mirë po, banka i duhet. Do kanë probleme me dur, do kanë probleme ndoshta veç me qëndrim, mirë po ti duhesh me bo qatë kusht nëse ja jep drejten për shkollimin. Për ndryshe, prindi është aq i lodhun, që nuk mundet as me ngrit zërin, veç shumë me kollaj e ka, me thanë, në të mërin fëmija në shtëpi, nuk e qoj, nuk pëmuj. Sa janë kësi lloj rastesh kur persona me aftësi kufizuara nuk shkojnë në shkollë? A ka ma tepër për atyre që nuk shkojnë apo që shkojnë? Ma shumë ka që nuk shkojnë se që shkojnë. Edhe shumica antarëve tonë e kanë kry shkollimin me korespondenca. Me korespondenca. Që është i kanë kry shkollën e mesme. Pak pushtë ka kry edhe fakultetin. Kemi antarin cili shkon në fakultet, a i po thotë, unë kur shkoj në fakultet, për mu toaleti nuk është i qashëm, se toaleti është i mbyllur me qelcë, a i nuk mundet, nuk ka toalet veçan për personin me nevojat e veçanta. Mirë, për toaleti, çfarë do që është i mbyllur me qelcë, për ato është shumë e komplikum, a i me shku, me gjetë qelcin, nuk di sa po më kuptoni, për është një jetë me shumë ballafaqime edhe me shumë sfida. Derisa nuk i kuptojmë problemet që i kanë tanko 24 orë, na nuk mundemi as me zhëp asi probleme. Mirë, këtë rast kthehemi edhe njërë tek Eci dhe Valon, çfarë është disponimi juaj dhe shpresa për këtë kategori se sa mund t'i ofrohen dhe ato t'i ofrohen kushte që të kenë një jetë sa më të lehtë. Prej këndit juaj. Prej këndit tonë, po edhe se cili du të më bo real edhe e dim gjendjen edhe nevojat e kësaj kategorie edhe asistencën sa e përfitojnë dhe sa e kanë, nëse e vlerësojmë, mune me thonë asë një, do më del me 0 pik ditë shka. Ne nuk dojmë mundal. Pra me doni përmes aktiviteteve që do të mund të arrijet diçka për tepër. Po, pa tjetër, jo vetëm në për aktivitete. Puna jonë, ne kemi zgjedhë këtë lloj pune, këtë profesion që na nuk do të ndalemi. Nuk do me thonë nëse nuk kemi projekt që nuk do të punojmë për këtë kategori, po edhe për misionin e organizatës që kemi. Do thotë ne, me projekt, pa projekt, po sidomos për këtë kategori jemi se cili aq sa mundemi deri në vijin e kuqet mundësive tona do të bëjmë. Gjithmonë do të mundohemi ta gjejmë një gjuhë përbashkë me institucionet, sepse e dim që ata janë përgjithës, po edhe puna jonë, vullneti jonë, bashkërisht me institucionet ti krijojmë sa më shumë, edhe tash duhet punojmë me hapa shumë të shpejt që ti lehtësojmë edhe ti mundsojmë lëvizje të lirë, çësje të lirë, po sidomos edukim që çdo
konvent, çdo ligj ja krijon edhe obligon një fëmijë me kryer të paktën shkollën 8 vjeçare. Nuk guxojmë na. Kjo është me ligj. Është drejta e njeriut. Ke asnjë njeri ta privojmë nga shkolla. Antigona e tha, ka shumë a shumë, shumë pak janë ata persona që janë të shkollu ose një shkollu, po me shumë vështërsi. Vetëm vullneti i madh i tyre edhe shumë herë për fat mirë kushtet ndoshta familjare që ja mësojnë atij personi me vazhdu shkollimin. Po përndryshe na e dim gjendjen ekonomike e sociale në Kosovë, janë shumë që kanë dëshirë, po them shumë më mirë flasin vetë, tregojnë në atë videoklip ku thotë e kam dëpre shkollimin për një arsye, për 2 arsye, për 3 arsye. Nëse i shikon arsyet, është arsye pse shkolla nuk ka pjerrim, nuk ka qasje. Arsyeja pse rruga prej shtëpisë tij deri në shkollë nuk është pengesë. Përsëri qasje. Është qasje. Po e tha Antigona, jo gjithmonë mjafton edhe nëse ja krijon ti vetëm një pjerrin atij. Sepse duhet më ja kriju edhe tabelën, duhet më ja kriju ndoshta tavolinën, edhe tualetin, edhe tavolinën, po edhe me pas atë mirëkuptimin që thanë duhet mi kuptu, edhe duhet mi pranu si të tjerët. Jo me pas me shiku na me paragjykime atë person. Ajo është i barabartë. Na kemi për fat mirë disa shokë e shoqe që janë edhe në universitet, sot në Prishtinë, po ai nëse ulesh ti me ata me e fol, ai ka me të tregu ty shumë pengesa, me cilat ballafaqohet në infrastrukturë, po edhe prej vetë mësimdhënësve. Nuk është mirë tash me dhënë shembull konkret as emra, po na i kemi ato statistika. Mendoni se diskriminohen shumë. Diskriminohen, paragjykohen, ofendohen. Me raste kemi, na ka ndodhur personalisht tash në këtë vit në realizimin e këtij projekti. Do thotë ç'kjo është, jo vetëm çështje. Konkret kemi qenë prezent edhe ne. Po, jo vetëm çështje me pasim infrastrukturë, po edhe në gjëra tjera. Çështja në komunikim, çështja në dëgjem. Asnjë prej këtyre nuk kërkon lëmosh. Ja. Nuk janë për lëmosh, nuk duhet ti konsiderojmë na që këta duhet mi ndihmu. Na këta duhet vetëm mi asistu. Në të paktën edhe gjuhë profesionale Antigona mundet me tregu më mirë, është asistencë. Sepse nëse thu ti, ai se ky në karrocë diqysh lëmosh, ai emocionalisht ka mu thy. Po në këtë kuptim na do të thotë edhe si ecma ndryshe, po edhe si individ do të mundohemi me gjithmonë derisa na lejohet prej kondit tonë, domethënë prej një jo zyrtari institucional, me kriju sa ma shumë kushte që këta me qenë me pas lëvizje të lirë edhe me qenë të barabartë si të gjithë. Për atë arsye edhe shumicën e aktivitete kemi thonë trotuar për të gjithë, hapësina për të gjithë, shkolla për të gjithë, do të thotë kështu me radhë. Do ta shtoj diçka që kam dëgjuar prej antarëve tonë, sa herë që i duhet të ndihma, aq herë duhet me lut dikën. Nuk është kollaj. Nuk është lehtë, gjithmonë me thonë, a mundesh me më ndihmu për këta. Esenca e jetës atyre është pavarësia e tyre. Do me thonë, në moment që shoqëria e krijon kushtet për personin me nevoja të veçanta apo për ndonjë kategori tjetër senzitive njëj, ai është i pavarur edhe shumë më i sigurt në vete, edhe socializohet shumë më shpejt në shoqëri. E që kjo është esenca, të kyqim personin me nevojat e veçanta, gjyna që ata fëmijë që përin në për shtëpi, në vend me lojtë me fëmijët në shkollë. Çfarë fëmijëni është çaja? Unë nuk flasë sonte që këtu as për rehabilitim, që është shumë me rëndësi për personin me nevojat e veçanta, as për trajtim psihosocial, do me thonë, as për kur gjë, veç kyqja në shoqëri. Veç kyqja në shoqëri është në pyetje. Premi tek stadi i parë për momentin, si duket. Në moment që e pranon shoqëria personin me nevoja të veçanta, ai e kupton vlerën e vet. Përndryshe, nëse po ja japim hapësirën, ai më tregu edhe aftësinë që e ka. Ndoshta ka talentin që mund të shfryzohet. Ka talentin që ne për vetë. Mirë, po nas po japim mundësi ata mu tregu çaty. Ne në këtë rast do të mbetem te ju pasi jemi në fund të emisionit dhe organizata juaj pra për persona me distrofi muskulare
Më herët gjatë bisedave që kemi patur dhe emisioneve të kaluara keni treguar që keni zyre, mas një kohë keni treguar që mas zyre nuk e keni. Tash ku e keni zyren? Askund. Në shtëpi. Askund, në shtëpi, në për kafiqa, në rrugë. Do me thonë, na po mlidhemi në për organizata ku kanë pak mundësi që mundemi na me punu. Për shembull, te ju sonte ndoshta kish ardhur edhe ndonjë antar i yni i cili kish mujt me fol. Mirë, po nuk është si puna veç te ju që s'ka ekziston qasja, nuk ekziston në asnjë si pri televizion lokale, në asnjë nuk ekziston qasja. Dhe njerëz po pritojnë, nuk dojnë mu bajt si patate, fas me patate, apo më kuptoni, veç po dojnë vetë me hi. Po dojnë vetë me arë që këtu, nëse keni respektu e keni thirë, a i po dojnë edhe juve mi u respektu edhe mos me e bajt ato. Mi në këtë rast këthemi të organizata juj dhe hapësirat që ju nevojiteshte gjatë takimit fundit me ju, më keni thënë që keni një premtim edhe nga vetë ministria, njëkohësisht edhe nga kuvendi komunal, do t'ju sigurohet një zyre, do të keni mundësi që administrativisht i kryeni punët aty. Kanë kaluar shumë muj, diku 7 apo 8 muj. Shumë, na 3 vjetëve që jemi në rrugë. Kemi pas premtime atëre, kur kemi fol para nuk e di sa muj, kemi premtime edhe sot, do me thëmë, premtime e kemi gati për çdo drejtorisë e komunës, gati për çdo organit e komunës, mirë po, mas pak ti kemi dorëzu kërkesa për 5 objekte që kanë qenë qashëm apo me renovim të vogël dhe më të madh, për asë një s'kemi marrë përgjigje. Hala, ne jem të punu prej shtëpis, vullnetin e kemi deri kur nuk e di, mirë po punojmë qashtu qësh mundemi me punu edhe gjindemi qashtu qësh gjindemi. Që tash i kemi pas shumë aktivitete, edhe ato pse i kemi vendos karroca shprasta, ka qenë një arsye që ka cik valoni, mirë po arsyeja e dytë është pse antarët tonë nuk mundën me dalë jashtë në këtë ftoftë, sepse për një dalje gjysmore në këtë ftoftë, ato i kushton asi një muj ditë smundje me shëndet. Prandaj, na derisa se kemi një vend ku mundemi mu mbledh për ditë, ku mundemi me fol për ideja tona, ku mundemi me fol për qëllimet tona, neve që kemi vështirë, ashtu e kemi vështirë punën edhe me vepru, mirë po që kjo një vështërsi edhe shumë ma tepër cila nuk pritet për institucionit, që aty shihet për krahja jonë. Nuk kemi fare për krahje për institucionit. Një vend mundet mu gjindë. Mirë, ne tani jemi në fund të emisionit tonë, fillimisht do të shpresojmë që aktivitetet dhe projekti cilin jeni duke u angazhuar dhe demonstroni deri në vitin tjetër që të sjell fryte në formë që t'i letohet së paku pak këtyre personave me artësit kufizuara jeta e tyre dhe t'i letohet ndoshta atyre cilët janë së bashku me ata në bashkëveprim. Dhe në këtë rast veçantë organizatës juaj t'i gjendet një vend ndoshta takimin tjetër, do të mund na vini me lajme më të mira ato çfarë përsërita para shumë muajsh, përsëri them, me shpresë që emisionin tjetër na tregoni se çfarë kushte i keni në zyret e yje apo hapësirat që i keni, pastaj kemi biseduar që kanë edhe nevoja shumë tjera, por të fillojmë me një zyre, me shpresë. Shumë faleminderit për thirrje. Po, sigurisht varen. Me vendin, hapësirat, nuk ka nevojë me gjetë, sepse ekzistojnë. Çdo kërkesë që ka shku prej OPMDK-s, ka shku me adresë saktë për cilin objekt. Edhe gjitha objektet janë pronë e komunës. Pronë publike. Pronë publike. Kërkesa vetëm ka qenë atë pronë me dhonë shfrytëzim, edhe me rishiku mundësin për me botë shfrytëzueshme. Se ato prona që i ka identifiku OPMDK, ka nevojë për intervenime diku më të vogla, diku objekte më të mëdha. Kjo është, nuk është i komunës i duhet kohë shtesë me identifiku objektin ose me kriju diçka prej fillimit. Po, kjo tregon që mos gatishmërinë, mos vullnetin e institucioneve edhe personave individual për këtë kategori. Mirë, pra nga këtu ndoshta bëhet një apel që edhe zyrtarët përgjegjës në
komunë, ndoshta të reagojnë për një hapësirë të merituar për kategorinë me nevoja të kufizuara. Shikues të nderuar, me kaq ne përmbyllim pra programin e sonte. Ju falenderojmë gjithë që ishte së bashku me ne. Takohemi përsëri të ejtën tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.